إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فندرojmë Allahun Azza wa Jall, ata lavdërojmë, atij kërkojmë ndihmë dhe mbështetje, atij kërkojmë falje, të na mbulojë të metat dhe të mos I bëj shkak gjunahet tona për të larguar larg nga rruga e tij, të na mundsoj një kthim të shpejt dhe reagim të menjëhershëm në çdo rast kur largohemi nga rruga. Padyshim që ata që Allahu subhanahu wa taala e udhëzon në rrugën e drejtë, ai është I udhëzuari. Dhe atë që Allahu subhanahu wa taala ka lënë në humbje me drejtsinë e tij, me diturinë e tij, me urtësinë e tij, ai është I humburi vetëm nëse kthehet tek Allahu subhanahu wa taala. Me pendim të sinqert, me përkushtim në adhurimin e Allahut xhaleshanuhu dhe me një kuptim të drejtë dhe konceptim të saktë të jetës së kësaj bote. Jeta e kësaj bote është e shkurtër dhe ajo është vetëse një vend sprove ku njeriu provohet në veten e tij, në pasurinë e tij, në familjen e tij, në punët e tij, dhe luma ai që është I kujdesshëm dhe I përmbahet rrugës Allahu subhanahu wa taala. Luma ai që kujdeset për zemrën e tij dhe është I vëmendshëm ndaj ndryshimeve të saj. Pikërisht për këtë profeti sallallahu alaihi wasallam ka sjellë shumë hadithe në të cilat tregohet se zemra e birit Ademit është shumë e ndryshueshme. Prandaj dhe është quajtur qalb, që në arabisht do thotë diçka që yetakallab, që ndryshon, transformohet. Folëm herën e shkuar për një krahasim që solli profeti sallallahu alaihi wasallam në lidhje me zemrën dhe ndryshimin e shpeshtë të saj, në të cilën na tregoi se zemra është si ajo penda e lidhur në trungun e një peme, në mes të një hapësire të hapur, shkretëtir, të cilën erërat e kthejnë sa nga njëra anë në një anë tjetër. Kështu është zemra e njeriut, birit të Ademit. Edhe sot do të qëndrojmë një hadith të ngjashëm dhe një krahasim që bën profeti sallallahu alaihi wasallam, por me disa aspekte të tjera të zemrës, në të cilën profeti sallallahu alaihi wasallam, ashtu sikur se sjell Miqdad ibn Amr al-Aswad, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, la qalbu ibn Adam ashaddu inqilaban min al-qidri idha ijtama'at ghalayanan. Zemra e birit të Ademit është shumë më e fortë, më e rëndë në ndryshimin, përmbysjen, transformimin e saj, se sa ena e gatimit kur ajo zjen me vlim të madh. Pra kur ajo vlon, ja kështu është zemra e birit të Ademit. Është më e fortë dhe më e shpejt një transmetim, pra e shpejt, pra transformohet me njëherë. Ashtu si ena tronditet fort nga zjerja e saj dhe vlimi I saj, tronditet dhe gati të rëzohet, të bjerë, të transformohet, të përmbyset, ashtu është, domethënë, zemra e birit të Ademit. Madje edhe më e shpejt në transformimin dhe përmbysjen e saj. Subhanallah. Allah është e rrezikshme. Mbreti I trupit është zemra. Nëse mbreti është I tillë, I shpejt, I menjëhershëm, në përmbysjen e tij, në transformimin e tij, atëherë çfarë mbetet për pjesën tjetër të trupit? Gjithë trupi bindet zemrës. Prandaj njeriu duhet të ketë kujdes në lidhje me zemrën e tij. Ja ky është hadithi që është sjellë nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Për të kuptuar kontekstin kur u tha ky hadith, e përsërisim edhe një herë sipas një transmetimi tjetër të sjellë nga Al-Bazzar me një sanad të mirë. Ja se si erdhi ky hadith, për të medituar pak edhe në kontekstin pse u tha ky hadith, që ta kuptosh më mirë rëndësinë e kujdesit për zemrën, sidomos në situata që vinë në këtë transmetim. Që zemra jote të mos rrëshqas, të mos përmbyset, të mos transformohet dhe të ndryshojë rrugën. Erdhi Miqdad ibn Aswad për një nevojë tek ne. Tregon ky që e sjell këtë sened. Dhe ne I tham:
ulu derisa të plotësojmë atë që ke ardhur të kërkosh, pra nevojat e tua. Ai u ul dhe tha: u habita me disa njerëz që kalova pranë tyre, të cilët i dëshirojnë sprovat, duke pretenduar dhe duke treguar se do të dëshironin që edhe ata të sprovoheshin siç u sprovua Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me shokët e tij. Pra që Allahu t'i sprovoj ashtu siç e sprovoi Muhamedin dhe shokët e tij. Njerëz që dëshirojnë sprovat. Përse e bëjnë këtë punë? Për të treguar që ne do të jemi durimtar, për të treguar ndoshta sinqerisht, për të treguar gatishmërinë e tyre në qëndrueshmërinë rrugën e Allahut. Por ja që Miqdad ibn al-Aswad, ky sahabi i Profetit sallallahu alaihi wasallam, nuk e kuptonte në këtë formë përballjen me sprovat. Çfarë tha? Pra u çudita me disa njerëz, të cilët i dëshirojnë sprovat dhe do të dëshironin që edhe ata të sprovoheshin siç u sprovua Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me shokët e tij. Unë kam dëgjuar dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, thot Miqdadi, të thot: i lumtur është ai që i shmanget fitneve. I lumtur është ai që i shmanget fitneve. I lumtur është ai që u shmanget fitneve. Përveç atij, i cili sprovohet dhe bën durim pastaj. Përveç atij që nëse sprovohet, bën durim dhe qëndron ashtu si ka dashur Zoti xheleshan. Pra Profeti sallallahu alaihi wasallam e përsëriti 3 herë, thot Miqdadi. Pasha Allahun, vazhdon Miqdadi. Pasha Allahun, nuk dëshmoj tashmë. Nuk dëshmoj për askënd se është nga banorët e xhenetit apo se është njeri i mirë, derisa të di se në çdo gjendje e mbylli jetën e tij. Pas një hadithi që kam dëgjuar nga Profeti sallallahu alaihi wasallam. Pra dha një mesazh Miqdadi, pasi shprehu habin për këta njerëz që kërkojnë fitnet, sprovat, për të treguar durimin e tyre, pra që duan sikur t'i shfaqen Allahut që ne jemi durimtar. Miqdadi sjell një gjykim, thot: vallahi nuk gjykoj për askënd që është njeri i mirë. Edhe nëse shikoj gjatë jetës që ai shprehet ose shfaq besim të fortë, devotshmëri ndaj Allahut, nuk dëshmoj për atë që është njeri i mirë ose që është prej banorëve të xhenetit, pas një fjale që kam dëgjuar nga Profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe e solli këtë hadith që ne jemi duke folur tashmë. E solli këtë hadith dhe thot: kam dëgjuar Profetin Allahu sallallahu alaihi wasallam të thot: zemra e birit të Ademit është më e shpejtë dhe më e fortë në ndryshime dhe përmbysjet e saj, se sa e negatimit, pra ai kazani i madh kur vlon nga zjarri. Ja ky ishte konteksti i sjelljes së këtij hadithi. Subhanallah. Allahu xhaleshanu i krijoi njerëzit dhe u bëri të qartë rrugën e udhëzimit. I vendosin jetën e kësaj dynjaje dhe u tregoi qartë se cilat janë të mirat, të këqijat, kush është rruga e drejtë, kush janë rrugët që duhet të ruhesh prej tyre. Pra u sqaroi përmes shpalljes dhe profetëve që dërgoi. Dhe i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam thoshte gjithmonë: ja muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. O ti që rrotullon zemrat, forcoje zemrën time në fen tënde. Pra gjatë këtij udhëtimi për t'u bindur Allahut, për të jetuar ashtu si ai kënaqet në jetën e kësaj dynjaje, për të përfituar përjetësinë në ahiret, që është qëllimi i çdo besimtari. Besimtari pra duhet çfarë? Të kujdeset për zemrën. Vetë Profeti sallallahu alaihi wasallam, që ishte i sigurt, i ruajtur, dhe ai lutej me këtë lutje për të treguar umetit se sa nevojë ka robi të kujdeset për zemrën e tij. Të mos e lejojë të shëtit edhe të largohet nga xhadeja. Do të ketë kujdes sepse ajo transformohet dhe rrotullohet në çast. Menjëherë, madje me një forcë të madhe, ashtu sikur se kjo, pra një kazan që zjen mbi zjarr dhe është gati të përmbyset. Pra, rreziku i zemrës është shumë i madh, sipas këtij hadithi nga Profeti sallallahu alaihi wasallam. Njeriu është i dobët, i ekspozuar ndaj ndryshimeve të gjendjes së tij, ndërsa zemrat tona janë në dorën e Allahut subhanahu wa taala. Vet Profeti tha: ja muqallibal qulub, o ti që rrotullon zemrat. Pra duhet besimtari të mësohet me të tilla mësime dhe asnjëherë të mos i largojë nga mendja dhe zemra e tij. Në këtë hadith, Profeti sallallahu alaihi wasallam thotë: zemra e birit të Ademit është më e rëndë, më e fortë në ndryshimin dhe transformimin, përmbysjen e saj, sesa ena e gatimit, ai kazani, kur zjen me një vlim të madh. Idha shteddet, thot Profeti, idha shteddet galayanan. Pra kur fillon ajo vlimi i madh që tronditet fort. E krahasoi zemrën, pra do të përqendrohemi te disa pika. Krahasimi i zemrës me qidr, me një kazan të madh, jo me një të vogël. Edhe kjo ka domethënë rëndësinë e saj.
Gjithashtu, edhe çështja e zjarit, vlimit, asaj vlimit të brendshëm të kësaj ene që vlon mbi zjarr, edhe kjo ka qëllimet e saj, do t'i kuptojmë çfarë kanë thënë dietarët në lidhje me këto çështje për të kuptuar sadopak nga urtësia e tyre. Ky është një përshkrim më të fuqishme, thonë, të natyrës së zemrës. Profeti sallallahu alajhi wasallam nuk tha që zemra ndryshon, por e krahasoi me një kazan të madh që vlon, për treguar se sa e fortë është, domethënë, tendenca për të ndryshuar, gati të shpërthejë. Nëse si qëndron pranë, vallahi shpërthen në çast. Dhe nuk ken mundësi që ta kapësh më pastaj pasi të derdhe dhe të largohet ose të bjerë, të largohet nga rruga. Zor ta kapësh sepse ai kazani është i nxehtë. Është i nxehtë dhe nuk e kap dot që ta marrësh ta ngresh. Përfituroni atë shembullin që profeti sallallahu alajhi wasallam. Zemra, së pari, një enë e madhe ku mblidhen përzierje të shumta të ndryshme. Ashtu si një ngatimi që hidhen shumë gjëra, edhe kjo zemra jon, sipas përshkrimit të profetit sallallahu alajhi wasallam, hidhen brenda saj lloj-lloj prirjesh, sidomos në kohën e sotme që mundësitë e hedhjes së dyshimeve janë të shumta, dritaret janë shumta, portat janë të shumta. Është më thjesht sot të futen mendime të shumta në zemër, të ta trazojnë atë. Edhe në zemër futen çdo ditë mendime, ndjenja, qëllime, frymëzime, vezvese, paqartësira, pra prirje të shumta, të forta. Ajo nuk është kurrë bosh. Pra kuptojmë që në të hidhen, sigurisht se ena që gatuhet në zjarr, kur nuk mbetet bosh. Do të hidhen se s'bën diçka që të zjejë në të dhe të krijojë atë presionin e madh. Përmbajtja e saj përzihet, pra nuk është një përzierje vetme. Ndryshon ngjyrë, merr shije, merr formë sipas asaj që hidhet në të. Pra një mesazh shumë i fortë nga profeti sallallahu alajhi wasallam. Kujdes, pra në këto aspekte. Përse u përmend Qidr? Qidr nuk i thon një enë të vogël. Qidr është një enë e madhe, kazan, ose një enë gatimi shumë e madhe, jo e vogël. El Qidr është enë e madhe. Gatimi. Profeti nuk tha thjesht tas ose enë e vogël, por Qidr. Pse? Së pari. Sepse Qidri është diçka një enë e madhe. Dhe thon dietarët sepse zemra ka kapacitet të madh për të përthithur gjëra të ndryshme. Qoftë të mira, qoftë të këqija. Kur nuk mbarojnë dëshirat e zemrës për të përthithur, për të marrë idera. Mos mendo se zemra është e sigurt nga idetë të ndryshme që më duken të largëta. Ose s'ka më vend zemra ime të marr gjëra që vijnë, vallahi ka shumë. Si puna asaj kazane që hidhe nuk mbaron. Ka mundsi zemra të marrë shumë nga vezveset ose nga dyshimet që vërtiten për dynja. Pra mendo domethënë që nuk je i sigurt, edhe nga intensiteti dhe llojet e fitneve që do të vinë. Së dyti, kur ena është e madhe, edhe gjëra që hidhen në të janë të shumta dhe shpesh përplasen mes tyre. Po ashtu zemra është vendi ku përplasen mendime të shumta njëkohësisht. Prandaj dhe tronditja është më e madhe. Sa më të shumta të jenë përplasjet, aq më i madh është konfuzioni. Pasiguria, mjegulla që hapet dhe ti si nuk e gjen dot rrugën. Sa më të shumta mundësitë, kur ti domethënë i turbullt, aq më konfuz do të bëhesh dhe nuk di se çfarë të zgjedhësh. Allahu na ruaj. Madje njeriu shpesh sot përballë këtyre sprovave të tilla, këtyre goditjeve të shumta, këtyre rrugëve të shumta që hapen para ti, nuk di çfarë të bëj. Dhe nuk di si ta gjej rrugën. Prandaj zemra ka nevojë domethënë që elhamdulillah lidhet me Allahun subhanuhu teala, krijuesin e saj. Dhe të jetë i kujdesshme që ta mbash në kontroll këtë kazan të madh që vlon brenda gjokseve tona. Së treti, pse përmendet gjendja e vlimit mbi zjarr dhe tronditjet e fuqishme që i shkaktohen pra këtij kazani që zjen në këtë gjendje, tronditje të forta, pse përmendet ky zjarr? Së pari, për të treguar intensitetin e ndryshimeve të zemrës. Një enë bosh apo e qetë nuk lëviz, qëndron ashtu siç e lë. Nëse është e qetë, nuk lëviz nga vendi ku e ke lënë. Por kur vihet mbi zjarr dhe fillon të vlojë, ajo nuk mund të qëndrojë pa lëvizshme, përmbyset, tronditet, derdhet. Ky është përshkrimi sakt i zemrës. Kur sprovat, pasionet, vezveset e rrethojnë, pra zjarri, ajo nuk mund të qëndrojë e qetë, por përmbyset shpejt. Bën një lidhje me kontekstin. Çfarë tha Miqdad ibn Aswad? Çudime disa njerëz e kërkojnë sprovat, zjarrin. Dhe mendojnë se do t'ja dalin ta mbajnë të pa tronditur zemrën e tyre. Allah i sigurt, ose si tha profeti sallallahu alajhi wasallam, i sigurt është ai ose i lumtur është ai që i shmanget fitneve. Me fjalë tjera, i shmanget zjarrit. I shmanget çdo lloj shkaku që e bën zemrën e tij të vlojë. I largohet tyre shkaqeve. Të ri i qetë. Pse? Bëj atë që ke për të bërë, atë gatim të pastër të mirë që kërkohet prej teje. Adhurimi kërkohet nga ne, i thjesht fare.
Allahu xhaleshanu kërkon nga ne ta adhurojmë si një të vetëm, ta njohim ashtu siç është. Ulu lexo librin e Allahut subhanahu wa taala, lexo hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam të sakta. Janë mundësuar që ti gjesh kudo, medito në to. Falet namaz rregullisht, përkushtohu në falën namazit farzit, suneteve, nafileve, të natës, të ditës. Përpiqu me dhikrin dhe të përkushtohesh në gjithë çka që thuan namazin tënd. Pastaj do me dhikrin e mëngjesit të mbramis, lexo dhe ushqeje shpirtin duke lexuar Kur'an, qëndro me njerëz të hajrit. Adhuroje Zotin, jep sadaka, agjëro, bëj punë të hajrit. Këto janë përzierje, siç do të vijmë më poshtë, që nëse i jep këto dhe nuk përzihesh me të tjera, je në rregull, vazhdon rrugën. Është e qetë zemra jote, nuk ka pse të ngatrohet me gjëra të tjera. Nëse fut hundët atje ku nuk duhet, edhe atje ku ti e shikon që nuk e përballon dot, atëherë normal që zemra do turbullohet, do të rënditet. Ai mësim shumë i thellë nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Së dyti, për treguar rrezikun e jashtëm. Zjarri vjen nga jashtë. Pra, është një faktor i jashtëm, i cili e bën, domethënë, atë enën që të vlojë dhe të rënditet. Zjarri është, si thonë domethënë, nga ana figurative, sprovat e jetës. Lakmia, gjunafet, dynjaja, vezvese që sillen njerëzit, fjalët e shumta dhe rrugët, ideologjitë e shumta që shfaqen sot, presioni i madh i shoqërisë ku jeton. Ashtu se zjarri e detyron enën të vlojë, po ashtu dhe sprovat e jashtme i nxisin mendimet dhe ndjenjat e zemrës. Ky është paralajmërim se njeriu gjithmonë jeton mbi zjarr, pra mes rrezikut. Një mësim i thjeshtë mes këtyre rreshtave. Mos e lejo zjarrin të ndikojë. Përzihu me jetën e dynjas, me idetë dhe ato që përhapen në botë, me fjalët që thuhen lart e poshtë. Merr aq sa ke nevojë për tyre, mos e tepro të zhytesh shumë në to. Zhytesh nëpër lajme, nëpër fjalë, çfarë tha këtë, çfarë tha ande dhe turbullohet njeriu. Si thot profeti sallallahu alaihi wasallam, në kohën e fundit do vinë fitnë sprova të tilla që edhe atë që është el halim yaj'alu al hayrana, yaj'alu al halima hayrana, që edhe me të urtin e njerëzve do ta bëjnë të jetë i çoroditur, të turbullohet, të mos di se si të veproj, si të mendoj. Prandaj stop fjalëve. Përse të duhen gjithë ato informacione? Përse të duhen gjithë ato fjalë lart e poshtë që thuhen futu rrëmo dhe kërko? Hape zemrën për gjithçka që të vjen lart e poshtë. Merr ose hape për aq sa ke nevojë dhe mos e lejo këtë shkakun e jashtëm, të zjarrin e jashtëm, mos e lejo, domethënë që të ndikojë tek ti. Dhe të ndikojë domethënë atë që, si tha profeti sallallahu alaihi wasallam, mos më flisni keq për asnjërin nga shokët e mi. Mos më flisni keq për ta. Sepse edhe nëse ti flet keq, pra nëse ti flet keq, edhe nëse s'është ajo tek ai, në zemrën e njeriu do filloj të ndikoj diçka. Kjo tregon zjarri i jashtëm, mendoj profeti sallallahu alajhi wasallam. Mos më flisni keq për njerëzit sepse dua që zemra ime kur dal jashtë jetë e qetë. Çfarë tregon ty? Edhe zemra e profetit sallallahu alajhi wasallam. Nga fjalët që dëgjojnë lart e poshtë, i vjen zjarri dhe të rënditet. Jo më njerëzit e tjerë, të cilët subhanallahu, domethënë mbase kanë edhe vetë tendencën të vënë zjarr. E të ndezin vulkane, jo zjarr, por vulkane që s'mbahen. Gjithashtu, edhe për të treguar, tham kjo ishte rreziku i jashtëm, zjarri. Për të treguar dhe rrezikun e brendshëm. Kur ena vlon, ai nuk lëviz vetëm nga jashtë, por edhe nga shpërthimi i brendshëm i avullit. Pra krijohet një presion i madh. Mendoni një enë e cila krijon një presion të madh dhe mbyllet brenda vetes. Mbyllet. Izolohet. Çfarë do shkaktojë kjo? Nëse zjarri shtohet. Dhe kjo enë nuk hapet. Nuk ka diçka ku ta largojë këtë presion të madh. Çfarë do ndodh me atë? Shpërthen. Prishet, shkatrohet fare. Një mësim i bukur, i thjeshtë. Ndaje problemet që ke, ndaje me njerëzit e dashur. Lejoje të rrjedh ky presion i madh. Fol me njerëz të mirë, me njerëz të cilët elhamdulillah e zbusin atë presion. Madje krijon edhe mundësitë që ai të rrjedh aty ku duhet, të largohet. Të largohet ky presion i madh, kjo shtëngim në shpirt, kjo është presion i brendshëm. Zjarri ishte nga jashtë, por se ky presion bëhet brenda. Dhe shkaku i kësaj çfarë është? E mbyll dhe nuk hapesh, nuk flet, nuk këshillohesh, nuk merr mësime nga fjala e Zotit, nga fjala e profetit sallallahu alajhi wasallam. Dhe mban edhe bluesh brenda tyre. Nëse qëndron brenda kësaj, Allahu musta'an. Nëse e lejon që këtë presion të madh brenda zemrës dhe shpirtit tënd, mbet edhe bluan brenda vetes pa pasur asnjë lloj rrugdalje. Pa bazuar në fjalën e Allahut, në mësimet e Zotit, atëherë më fal, nga do ta gjesh rrugdaljen? Nga do ik? Nga do ik gjithë ai presion? Wallahi shpërthimi është i pashmangshëm, Allahu musta'an. Po ashtu,
Mësohet që zemra nuk tronditet vetëm nga ndikimet e jashtme, por edhe nga dëshirat e brendshme, nga presionet dhe vezvese që lindin brenda saj. Pra, edhe përzierja e vetë zemrës është shumë e rëndësishme. Ka nevojë zemra të gatuhet me ndjenja të mira dhe synime të pastra, të sinqerta. Një zemër që është ka synime të mira të pastra. Sado të vi zjarri nga jashtë, elhamdulillah, e ka rrugëzidhjen dhe elhamdulillah asnjëherë nuk shkatrohet. Gjithashtu për treguar shpejtësinë e përmbysjes. Jepet ky shembull i kësaj ene që qëndron mbi zjarr. Kur ena është mbi zjarr dhe uji vlon fort, ndryshime ndodhin në sekond, çdo sekond. Pra, një moment ta heqësh vëmendjen nga ena që është duke zier, mund të bjerë poshtë. Nga që ndryshimet janë në çdo sekond. Nuk është se është një ndryshim që ta ve orën pas 20 minuta do ta shikoj një ç'po bëhet. Ose pas një ore. Një çast e hoqë vështrimin, ajo përmbyset. Kjo tregon që është i shpejt ndryshimi, i shpesht dhe shumë i dendur dhe i beft. Domethënë që nuk mundet domethënë ta imagjinosh ose ta parashikosh plotësisht. Nuk ka stabilitet, gjithçka është në lëvizje. Profeti donte sallallahu alaihi wasallam na tregonte se zemra ndryshon me shpejtësi të jashtëzakonshme. Ai sa mund të kalojë nga imani në dyshim, subhanallahu, nga imani në kufër, në mohim të Zotit, nga qetësia në turbullim. E dini hadithin e profetit sallallahu alaihi wasallam, në kohën e fundit gdhihet njeriu besimtar dhe ngryset qafir. Brenda një dite ndryshon shpirti dhe zemra e tij. Ku shkoi gjithë ajo jetë, gjithë ai adhurim gjatë gjithë jetës tënde? Për kushtimin e Allahut, malli për xhenetin, shpresa e madhe, adhurime të shumta, sakrifica, agjërime, haxhe dhe umre, namaze, ditën, natën, vështirësi, dhënie sadaka dhe zakat, shpenzim për Allahut subhanahu wa taala. Ku shkuan? Ku shkuan të gjitha? Pse? Sepse në kohën e fundit forcohet zjarri. Zjarri që i ndes dhe i trondit zemrat. Prandaj do shumë kujdes, ruaju nga zjarri, kujdesu, hape këtë që ke brenda vetes me njerëz të mirë, me njerëz që të kuptojnë dhe këshillohu me ta, që alhamdulillah të jesh ta përballosh edhe këtë lloj sprove që vjen që të dalësh faqebardh në fund të udhëtimit. Gjithashtu, kjo tregon pasigurinë njerëzore. Ashtu si ajo që ai që sheh një enë që vlon, nuk mund të garantojë se ai do të qëndrojë pa lëvizshme, edhe njeriu nuk mund të garantojë se zemra e tij do të qëndrojë pa ndryshuar. Zemra kërkon vëmendje pa ndërprerje, sepse në çdo çast mund të ndryshojë, të transformohet. Ky është një mesazh, njeriu nuk duhet të mbështetet kurrë tek forca e vet. Sepse zemra është e lëkundshme. Gjithmonë i kërkon Allahu subhanahu wa taala ta forcojë, merr masat e tij për të ruajtur nga zjarri, për të ruajtur nga çdo gjë që e shkakton, domethënë atë ndryshim dhe turbullim në zemrën e tij, por i mbështetet Allahu subhanahu wa taala dhe lutet Zotit xheleshanu për ta mbrojtur. Çfarë lëviz, domethënë enën e cila, pra zemrën e cila, domethënë tronditet nga zjarri dhe sprovat. Në zemër nuk ka vetëm një përbërës, thonë dietarët, por përzierje të shumta. Nga përzierësit e mirë që e stabilizojnë zemrën, e bëjnë të qëndrueshme dhe asnjëherë nuk del nga kufijtë e saj, është besimi në Allahun subhanahu wa taala, besimi i pastër, i sinqert, lidhja me Allahun xheleshanu, me Kur'anin, me Sunetin, me rrugën e profetit sallallahu alaihi wasallam, për kushtimin e qëllimin e jetës. Ka krijuar Allahu që ta adhurosh si një të vetëm, të vazhdosh jetën normale në këtë dynjë, si gjithë të tjerë brenda halalit dhe jashtë haramit. Dhe elhamdulillah, kjo është koncepti i mirë për jetën. Pra kjo është një përzierës i mirë që e bën zemrën të stabilizuar. Gjithashtu dashuria për Allahun dhe profetin sallallahu alaihi wasallam. Nuk mund të ketë dashuri nëse nuk e njeh, nuk lexon, nuk e ushqen zemrën dhe nuk e hedh të përbërës vazhdimisht lidhje me Allahun subhanahu wa taala. Pra janë pikërisht ato përzierjet e mira që të mundsojnë që në momente turbullimi dhe presionit të madh ke rrugdalje, se ke dashurinë për Allahun subhanahu wa taala. Edhe dashuria për profetin sallallahu alaihi wasallam, duke njohur qëllimin e tij. Profeti ka ardhur të udhëzojë njerëzit, nuk ka asgjë mbi njerëzore tek ai. Ai është njeri si gjithë të tjerët, i vetëm ndryshim se ka dërguar Zoti, është i lartë moralin e tij, padyshim në gradat më të larta, më i miri që ka dërguar Zoti subhanahu wa taala, por mbetet njeri. Pra të njohësh Zotin dhe profetin sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu, dhikri dhe lutjet i japin zemrës qetësi. Dhikri vazhdueshëm, lutje, kjo e bën që zemra gjithmonë të shkarkojë ata energji, domethënë të mbledhur brenda saj dhe ato dyshime. Nëpërmjet lutjeve, elhamdulillah, dhe dhikrit të vazhdueshëm, largohen të gjitha këto presione të brendshme. Këto janë përzierësit e mirë. Gjithashtu sinqeriteti. Ti je i sinqert në atë që synon, ti je i pastër, pa qëllime të këqija të fshehura në vete.
Shikoje dhe ktheju vetes gjithmonë me sinqeritet dhe elhamdulillah përzierësi është i mirë. Gjithashtu, shpresa dhe frika nga Allahu subhanahu wa taala. Të shpresosh shpërblimin e tij, të kesh frikë ndëshkimin e tij, të jenë bashkëpunëtare me ty, elhamdulillah, përzierës të shkëlqyer. Nga ana tjetër dhe frymëzimi që sjell Zoti xheleshanu nga meleku. Sepse siç vjen vezveset e zjarrit nga shejtani i mallkuar, vjen dhe shuarja ose freskia nga meleku. Dhe padyshim, frymëzimi i melekëve që dërgon Zoti subhanahu wa taala është i lidhur dhe me sjelljet e tua. Një njeri i mirë që është në hajër, melekët janë afër. Ai që është në sherr, në harame, në gjunafe, shejtanët janë afër. Dhe nëse ti ke sjell për darkë shejtanët, mos vando vi meleku që të shuaj zjarrin e tyre. Nuk e shuaj. Dhe jesh vetë për vetë me zjarrin që e ndërtove vetë me ata që i ftove. Pra kujdes njeriu, këta janë përzierësit e mirë. Përzierësit e këqij. Vezveset e shejtanit, që hedhin dyshime dhe shtyjnë drejt gjunafeve, dhe vezveset kanë një portë. Porta është syri, është veshi, është zemra. Mos e hap portën, si tham, mos shikon në çdo lloj vendi ku flitet. Edhe dëgjon vezvese, mos e bëj portën tënde të hapur të futesh çdo lloj vezvese. Mbylle. Mos i lejo të futen, mos e ngarko syrin, veshin, zemrën, mendjen me gjëra të kota që s'ke nevojë. Prije këtë rrugë, ndaloje. Pastaj janë pasionet e epshe, që tërheqin drejt të ndaluarës. Fole sa duash në këtë drejtim. Nxiten dëshira, shfrenime, dëshira për jetën e kësaj dhunjaje, luksin e saj. Mjafton që të hedhësh shikimin se si jetojnë mohuesit e Zotit xheleshanu, do të bjerë në sprovë njeriu. Bie në fitnë, në sprovë vëllezërit e mi. Prandaj dhe Allahu xheleshanu thot: "Dhe mos ja hidh shikimin, wala tamudanna aynayka ila ma matta'na bihi azwajan, zahrat al-hayat ad-dunya." Mos u hidh shikimin thot. Asaj që ne kemi, domethënë atyre stolive që u kemi dhënë jetën e dunjas mohuesve, për të sprovuar ata. Dhe thot Allahu subhanahu wa taala: "Wala yaghrurka taqallubuhum fil bilad." Dhe mos të mashtrojë domethënë vërtitja e qafirëve mohuesve në përvende, kënaqësia e tyre. Kjo tregon që zemra ndikohet nga këto, larg nga ato që shkaktojnë epshe, shfrenime dhe dëshira që e prishin qëllimin e jetës tënde. Jeto thjesht me modesti me atë që ka dhënë Allahu subhanahu wa taala dhe gëzohu me lumturinë që t'i jep Zoti xheleshanu. Gjithashtu, krenaria dhe mendjemadhësia që e prishin sinqeritetin. Mendjemadhësia, mos e ushqe mendjemadhësinë, ushqe modestin. Modest është ai, domethënë e kundërta e kibrit. Kibri çfarë është? Nënçmimi i njerëzve dhe refuzimi ose mospranimi i të vërtetës. Nëse i nënçmon njerëzit, i përshëmon ata dhe refuzon të vërtetën, je mutekebbir. E kundërta e modestisë, pra pranoje këshillën dhe respekto atë që thon njerëzit. Të paktën merre me respekt ose merre me analizë të rregullt. Kjo është ilaçi i kësaj përbërësit të keq. Dyshimet dhe paqartësitë në fe. Edhe këto janë dyshim portë e madhe, që nëse njeriu nuk ka dije, ai domethënë mund të bjerë. Dhe sot në fakt është hapur një portë e madhe shumë dyshimet e fesë, në lidhje me fen Allahu subhanahu wa taala. Duhet njeriu kujdes me këto dyshime shubuhate dhe të mos ja lejoj vetes as ti dëgjoj ato. Se ti e dëgjon nga kurioziteti përfutet diçka në zemër. Ti nuk e di ta përballësh atë dhe shpesh kjo pastaj mund të kthehet në sprovë për ty. Dyshime në lidhje me deri me ekzistencën e Allahut subhanahu wa taala, pastaj me saktësinë e shpalljes së Zotit me Kur'anin, me sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam, me librat në të cilat bazohen muslimanët. A duhet bazohesh në sunetin e profetit apo vetëm në Kur'anin e tjerë? Gjëra të kota që janë hapur sot po dëgjojmë shumë. Dikush në të shkuarën as ja dinte fare që ekzistonin të tilla dyshime. Sot, nga mundësitë që janë hapur, stop, këtyre përzierësve të këqij. Dije se po merr përzierës të këqij. Nëse të vjen, stop, mos e dëgjoj, as mos e dëgjoj fare, mos e lejo të hyj në zemrën tënde. Momenti që hyn, atëherë do je detyruar domosdoshmë të gjesh rrugdalje. Se do shkaktojë brenda teje diçka, se s'bën. Ndoshta ajo në moment, po vjen çasti. Kur do ta shkaktojë domosdoshmë një turbullim dhe një presion të madh që do ketë nevojë për rrugdalje. Po s'pa të dije, Allahu musta'an. Kaq për të pjesë të parë të hutbes, elusi Allahu subhanahu wa taala të na udhëzoj, të na jap drejtim, të na ndihmojë të sillemi ashtu si duhet. Elusi Allahu subhanahu wa taala të shuajë zjarrin e fitnes në zemrat tona. Elusi Allahu subhanahu wa taala të na udhëzoj të marrim qëndrimin ashtu si duhet dhe të marrim rrugën e tij. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullahi al-azim li wa lakum wa lisa'il mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Në vijim, Miqdad ibn al-Aswad, ky sahabi i profetit sallallahu alaihi wasallam thot, unë kam dëgjuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam duke thënë: I lumtur është ai që i shmanget sprovave, i lumtur është ai që i shmanget sprovave, i lumtur është ai që i shmanget sprovave. E përsëriti 3 herë, përveç atij që sprovohet dhe tregon durim. Ky hadith është nga më të thellët në aspektin edukues të muslimanit dhe jep një edukat dhe një standard shumë të rëndësishëm që duhet ta zbatoj në jetën e tij. Në këtë fjalë nxjerrin dobi të rëndësishme, disa prej tyre thon dietarët, e para, vlera e shmangjes së provave. Profeti sallallahu alajhi wasallam përsërit 3 herë: I lumtur është ai që shmanget provave, për të theksuar se njeriu i mend që nuk kërkon sprova, por i lutet Allahut t'i largojë prej tyre. Dhe tham sa e rëndësishme është që ti vetë ja presësh rrugën sprovave. Kjo është fillimi, hapi i parë drejt suksesit. Madje mund të them ndoshta puna më e madhe drejt ruajtjes. Ruajtja nga sprovat. Ver kufi dhe ruaje veten. Identifikoj kush janë sprovat dhe merr hapin, hidhe hapin që të ruhesh prej tyre. Sprova mund të jenë të natyrës fetare, devijime, dyshime, tundime, epshe, shfenime, largim nga qëllimi i jetës, mund të jenë jetësore, varfëria, padrejtësia, humbja e njerëzve, dhe në gjitha këto sprova jetësore ke nevojë të dish si të reagosh. Mund të jenë morale, kënaqëria, pasioni, smira e tjerë. Kështu, lumturia e vërtet nuk është të përballesh me këtë sprova, por të ruash dhe të mos biesh në to. Prija rrugën atyre që të mos biesh në të tilla sprova. Së dyti, durimi si shpëtim në rastin e sprovës. Pra, mund të ndodhë që ti shmangesh sprovave, po ndodhë që Zoti të sprovon. Dhe kjo është dunjaja, mos e çudit. Edhe nëse merr gjitha masat, ti shmangesh, çdo gjëje që të dëmton, prapë do të vijë një moment që do të përballesh, sepse kërkohet durimi jot. Allahu do të subhanahu wa taala të sprovojë, shikoj durimin dhe të shpërblejë të ngrej në grada, se qëllimi është besimtari nuk e jep Zotit sprovën që ta rënoj as pak. Kërkon durimin, kërkon përkushtimin e tij dhe elhamdulillah do vi rrugëzidhja me lejen e Allahut, nëse i mbështetesh Allahut ashtu si duhet. Thot profeti sallallahu alajhi wasallam, përveç atij që sprovohet dhe tregon durim. Tregon se sprovat janë pjesë e pashmangshme e jetës dhe virtyti nuk qëndron vetëm në sprovimin, por në qëndrueshmërinë ndaj saj. Durimi e ruan njeriu nga rrëzimi në dëshpërim dhe shkatërimi shpirtëror. Ai bëhet shkak për faljen e gjunafeve, ngritjen e gradave tek Allahu subhanahu wa taala, kështu që nuk deli humbur asnjëherë. Së treti, paralajmërim kundër kërkimit të sprovave. Disa njerëz kërkojnë me vetdije sprova ose ballafaqime, duke i quajtur këtë forcë të imanit. Pra thua se thjesht më sprovoj Zoti ta shikoj se si do të jem unë i fortë, subhanallahu. Hadithi i profetit e përgjigjëstron këtë qasje. Të paktën nga njerëz si puna jon. Elusallahu na mëshirojë dhe na fal. Kërkimi i sprovës është mungesë urtësie. Profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë gjithashtu: Mos i kërkoni sprovat, por kur t'u bien, tregoni durim. Ose mos e dëshironi takimin me armikun. Mos e dëshironi, nuk e dëshiron muslimani takimin me armikun. Po nëse përballesh, qëndro si burrat. Se kjo është sprovë nga Allahu, erdhi, do përballesh me të. Dhe elhamdulillah do dalësh faqebar në fund. Në fundit jeta, ai sa do Zoti të jetë. Në luftë, jashtë lufte, në sprovë, jashtë sprove, jeta jote është e vendosur, e vulosur. Nuk ndryshon gjë nga momenti që do largohesh nga dynjaja. Së katërti, përsëritja e trefisht, e përsërit 3 herë. I lumtur është, ka qëllim theksoj rëndësinë e mësimit. Të tregoj, domethënë se sa rrallë shpëtojnë nga sprovat, ata që sprovohen me të tilla gjëra. Kur thot profeti sallallahu alajhi wasallam, i lumtur është ai që i shmanget. I lumtur. E përsërit 3 herë, pse? Për treguar që të rrallë janë ata që marrin këtë mësim. Subhanallahu. Shumë përballen me sprovat. Hapin portat e fitness. E hapin mundësinë për të ndezur zjarrin. Të pakët janë ata. I lumtur është. Që për treguar se sa i rrallë është ai që i përmbajt mësimin. Kjo tregon që duhet, o Zot, na bëj të kujdesshëm. Mos na lejo të bijmë në këtë sprova. Na jep forcën që të mbajmë qëndrimin e duhur dhe të mos e hedhim hapin. Sa një çast është. Një moment e hodhe hapin, iku mbaroi puna. U përballe mbeten në provim. Të tregoj pra se sa rrallë shpëton nga kjo sprovë njeriu dhe të ngullitet në zemër fakti se shmangja është më e vlefshme, shmangja e sprovës është më e vlefshme se heroizmi në sprovë. Ti je heroi në sprovë, jo. Më mirë është shmangja se sa të tregohesh hero në sprovë. Se s'dihet, je hero, mund të mos bësh, mund të largohesh, mund të bësh zullum, mund të biesh në sprova edhe në gjunafe shumë më të mëdha se sa ato që synon të arrish
me përballjen me sprovën. Së pesti, për kufizimi i lumturisë pas Islamit në këtë hadith nuk lidhet me pasurinë, suksesin apo famën, por me shpëtimin e zemrës nga shkatrimi. I lumtur është ai që ruan fen nga tronditjet, ruan zemrën nga dyshimet dhe pasionet, ruan gjuhën nga në kohë provash, pra e ruan veten e tij. Edhe një dobi tjetër e madhe, morale, ky hadith na mëson një ekuilibër të madh psikologjik. Mos kërko sprovën, ruan qetësinë mendore dhe shpirtërore. Nuk e nevojë që të përballesh. Më mirë të mos i dish fare ato sprova që kalojnë dhe fortuna, se sa të futesh mes tyre. Kjo është një të menduar shumë i rregullt edhe nga ana logjike. Nëse sprovohesh, duro. Ruan shpresën dhe lidhjen me Zotin xhaleshan. Pra, edhe në rastin kur ti të vjen sprova, je i qetë dhe di reagimin tënd. Ti di që vetmja zgjidhja është mbështetja në Allahun subhanallahu teala, durimi në atë që ndodh, qëndro brenda kufive, mos dil as pak asnjëherë. Sado e madhe të sprova dhe elhamdulillah dole faqe bardhë. Pra, elhamdulillah, kjo është një qartësi psikologjike. Njeriu është i qartë në mënyrën si reagon, ka një stabilitet në mënyrën e të menduarit dhe zgjedhjet e tij. Nuk është, domethënë, momental, emocional, shpërtheu. Nëse s'ka, qëndron në rregull, jo. Ka një rregullsi në mënyrën se si ai reagon. Gjithashtu, njeriu nuk duhet të flasë për të tjerët vetëm në bazë të gjendjes që sheh tek ata. Edhe Miqdadi tha, nuk do të dëshmoj për njeri sa doj i mirë të më duket në jetën e tij. Sepse ai do të ruante gjuhën e tij padyshim dhe zemrën e tij për të folur për pa dije për dikë, qoftë për keq, qoftë për mirë, por edhe nuk lejohet të flasësh në emër të Zotit. Ku e di ti se kush është i mirë dhe kush është i keq? Prandaj nëse shikojmë dikën në hajër themi, ai është njeri i mirë, bën këtë dhe atë, kështu shpresojmë tek Allahu dhe nuk e pastrojmë tek Zoti. Zoti e di zemrën e tij. Pra, të kujdesshëm në shprehje, dhe të mos nxitohesh në dhënien e gjykimit apo thua që ky është i mirë, është banor i xhenetit, aq më keq. Të pretendosh që është banor i xhenetit. Pra, Miqdadi na i dha këtë mësim, sepse kishte dëgjuar profetin sallallahu alajhi wasallam që zemra ndryshon. Pra, nga kjo kuptojmë që fundi është për hajër, si thon. Domethënë fundi duhet të jetë ai që e përcakton. Por në fakt, nëse një njeriu gjatë gjithë jetës së tij me sinqeritet jeton në hajër, në punë të mira, edhe fundi i tij do të jetë i tillë. Me lejnë Allah subhanahu wa taala. Shpresojmë në Zotin, pra njeriu të përpiqet që alhamdulillah fundi i tij të jetë i mirë dhe padyshim në këtë ndikon dhe ecuria e tij gjatë gjithë jetës. Elus Allah subhanahu wa taala na forcoj deri në fundin e jetës. Elus Allah na udhëzoj, na bëj nga ata që kujdesen, ruhen nga fitnet, nga sprovat, dhe ata që ushqehen me ushqim të mirë, lidhje me shpirtin e tyre. Luma ai që u ruajt nga përzierjet e këqija, nga ato që ndezin zjarrin dhe fitnen dhe sprovën në zemrën e tij, dhe luma ai që mbushi shpirtin dhe zemrën me rrugën e hajrit dhe me përzierjes të mirë, që e bëjnë të vazhdoj i sigurt udhëtimin drejt Allahut subhanahu wa taala. Së fundi çoni salavat për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.